në mënyrë që të rrisë prodhimin dhe të arrijë nivelet para pandemisë. Në shtator 2021, çmimet e naftës Brent u rritën mbi $80 amerikan për fuçi, në krahasim me rreth $40 për fuçi që ishte vitin e kaluar, duke mundsuar rritjen e investimeve në këtë sektor. Në total, gjatë 8 muajve të parë të vitit 2021, rreth 440.000 ton naftë bruto u prodhua në patos Marines. Drejtuesit e Bankers janë optimist se prodhimi do të përmirësohet në muajt e ardhshëm, fal jo vetëm rritjes së investimeve, por edhe përmirësimit të efikasitetit në operacionet e përditshme të prodhimit të naftës. Pjesa më e madhe e naftës bruto të prodhuar nga fusha e naftës Patos Marines është eksportuar në tregjet e huaja për shkak të kapaciteteve të ulta të rafinerisë vendase. Ndërsa një showroom i ri automjetesh është hapur për të gjithë të apasionuarit e markës Iveco, drejtuesit e kompanisë tonë se aty ka edhe një servis me teknologji të lartë dhe njëkohësisht edhe